Banorët të Çermenikës, Librazhdit dhe mbar Shqipërisë, ju uroj sot nga thellësia e zemrës gëzuar ditën e verës. Me zanafilla në Çermenik, e përqafuar nga Elbasani, tashmë nga mbar Shqipëria. Dua të falenderoj organizatorët, Shoqatën Çermenika 2017, por dhe gjithë pjesëmarrësit që sot na nderojnë në këtë ceremoni të madhe. Zoti e bekoft popullin e Çermenikës, Zoti e bekoft popullin e Librazhdit dhe mbar Shqipërisë. Faleminderit.